Mundet. Për të rikthyer pak tek çështja e pronës është çështja thelbësore. Në vlerësimin tuaj, zoti Balliu, ky dëshpërim i kryeministrit për të detyruar edhe mediat pranë tij që të flasin për këtë rritje edhe për këtë mrekulli imobiliare. A është nga frika se mos kolapson kjo skem apo është pjesë e praktikës? Janë të dyja. Frika në krim është konstante. Ai është duke kryer një krim dhe frika e tij është konstante që mos të kapet, mos e dështoj kjo skem, se është shumë fitimprurse dhe për të. Gjitha paratë e tyre përveç korrupsionit, cilat një pjesë e mirë e këtyre parave që pastrohen qoftë në ndërtime, biznese të ndryshme, janë edhe nga paratë e korrupsionit. Ku kanë shkuar paratë që janë vjedhur deri tani për inceneratorin, për shembull, apo për sterilizimin, apo për laboratorët, apo për çfarë doni ju. Ku kanë shkuar ato para? Janë hedhur në investime për të pastruar. Njësoj është edhe çështja e parave të karteleve. Dhe patjetër kur ky është duke kryer krimin, ka frikën se mos kapet në këtë krim. Tani neve na takon si shoqëri të kuptojmë. Kto nuk janë çështje filmash. Kjo është një realitet që po ndodh. Qytetarët shqiptar duhet të dinë që nëse fëmijët e tyre kanë të pamundur të bëjnë një shtëpi sot në Tiranë, nuk është për faj as të ekonomisë shqiptare apo të mundësisë që ka Shqipëria. Po është për faj të kësaj marrëveshje midis krimit dhe qeverisë. Nëse shqiptarët duhet të dimë se fëmijët e tyre nuk janë të sigurt në shkolla, nuk është për faj TikTokut, po është për faj të degradimit të policisë shtetit, e cila është kthyer në një shërbëtore të krimit. Ose më saktë Ilir Prodës, që e ka kthyer, se ka efektiv ndershëm sa duash për mos i rënë qafë të tjerëve. Nëse shqiptarët duan ta dinë që pse gjykatat sot nuk janë sigurta, qoftë për gjyqtarin apo qoftë për ata të cilët qytetarin që është aty në proces, është për shkak të degradimit të shtetit. Nuk është ajo që thot ministra e brendshme që ne s'kemi lidhje, s'dim gjë, s'kemi mundësi, s'bëjmë këtë, s'bëjmë atë, që të kërkojnë të lajnë duart nga përgjegjësia e tyre, ndërkohë që e ka me ligj që atë e mbron ti. Pra këta shqiptarët duhet të kuptojnë, të gjitha këto që ne po denoncojmë janë arsye pse në xhepin tuaj sot nuk ka para. Pse jeta juaj është e pasigurt dhe sepse ju nuk blini dot shtëpi. Ju nuk blini dot shtëpi sot në Shqipëri sepse Edi Rama ka hallën që të blejnë pronat kartelet. Kanë hallën që të pastroj kartelet paratë e tyre. Dhe këtë merrni nga departamenti i shtetit. Mos e merrni nga Klevis Balliu. Domethënë vetëm për këtë çështje këtu duhet ishte mbledhur Këshilli i Sigurisë. Për këtë çështje. Këtu jo vetëm nuk mblidhet Këshilli i Sigurisë, por ke atë pseudo president atje. Mos ta xhojmë. I shkreti Zoti Balliu, kam parandjen e keqe se do i rikthehemi kësaj çështje, megjithatë unë ju falenderoj për aktivizimin dhe angazhimin tuaj në trajtimin e saj. Ne do e mbyllim këtu miq të dashur, bashkë do shihemi nesër, deri atëherë mblidhni lekët për pronë.